flet pra çka mas Ramazanit. Ramazani kaloi, por ai që jo besimtar lypet me vazhdu edhe pas Ramazanit me punë të mira, me agjerim, me uroj për i veni që e di që nuk bë me shkua, që se ka shku për para, shkuzon ma mu këthyre, shejtani i thot ka kalu Ramazanit, tash më nesh me bon që ka duesh, mi për nuk është ashtu. Duhet me pa kujdes edhe pas Ramazanit, mos me shkua ma në rrugë të kësia, mos me ba ma punë të kësia, edhe më mënua me ba atë që Allahu Gjeleshanu është i kënaqur me neve. E thashën, pak u para një ajet që është në surën numër 16 të Nahl, në gjuhën tonë është në faqen 321, ajeti 92, ku thot: "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Mos u bëni në çështjet e besimit, si ajo grua që e prish tjerrin e saj pasi ta ketë dredhur fort. Ju dini gratë si punojnë ato me ato pejnë me ato, punojnë gjithë ditën, ose një javë dita, një muaj ditë më e punua, në fund me ta me hjek këtë më me prish, veç me hjek me e prishet. E pra, kjo na jep ne me kuptua. E kjo e zhru Ramazanit. Mos u bo si ajo gruaja që pas Ramazanit me e prish tash me punë tjera. Me thonë e ka me zhrua tash mi ka falë zhërë gabime, ti ka falë. Po tash edhe ma gjuna fe ke me bërë të gjanat që si ke bërë për para, e tash me i bërë pëse ka kalu Ramazanit. Vlasën të ndershëm mundonu, edhe pas Ramazanit, gjustoni me vetë veti, sa ka mundësi. Janë biletashën këtë muaj, janë e 6 ditë. Të këti muaj Sheval, që i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush mundet me i agjëru, por të dini mirë, ai që s'ka muaj dojë ditë Ramazanit me agjëru. Ai ka me burë që jenë me agjëru ata që ka me për Ramazanit, se ka farz, Ramazani e farz. Këta është synet. Pra i agjëron ato ditë që i kanë me, atëherë një ka mundësi, sa të ketë mundësi. I agjëron nuk mundet 6, sa të mundet. Nuk e thonë nëse lypet sa farë. Por ti agjëroj ashtë sa ka mundësi. Por një mundet 6 është dhe ma mirë. Nuk e thonë në tona me një herë. Me anisi me thonë sot, mundet një të hane, një të tajte, ose në që se punon një shtunde, një djel, një javë tjetë pra 2 ditë, ka 3 javë, ka 2 ditë që e agjëron. Kini kujdes munonu, është shumë se va. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e preferon e pra të lypet me mundua. Dhe thot, në Kur'an Allahu Gjeleshanu thot: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Dhe deri sa ti je gjallë, Zoti tënd ibadet bën. Pra nuk bën veç për Ramazan me i bën ibadet. Edhe pas e kalu Ramazani, lypet njeriu mu mësua me ibadet. I thash pak më para, njeriu nuk e ka vështirë me falë në mbrëmje 2 rekate mu mësua me falë salatul lejl. Nuk ka vështirë, nuk ka gazet. Por derisa të hinë zemër, ose kush nuk punon, që rrit e shtëpia, 2 rekate duha namaz me i falë, është shumë sevap, është shumë mirë. Dhe me thonë, prej 45 minutë, kur del dielli, mase del dielli 45 minutë, der 45 minutë para drekit, mundet kur zonë me i falë 2 rekate. Subhanallah, duha namaz. A shumë është sevap i ma. Edhe para gjumit gjithashtu, kur do me fjetë 2 rekate me i falë salatut, mundet me i falë me njëre, ka falë jacin, falë mas jacit, ma sigur se dikush pritona të me marra desën që apo di vetë, fali 2 rekate, mu mësua pak që me qip diçka në konto të ahiretit. Jeta është shumë e shkurt, e shini vetë si jetojnë një kohë, ku nuk din kujve Zoti që ka me në nesër. Veç Allahu e din. Elhamdulillah, jem kanë për Allahu të rujtun, kemi jetu në mirësi, edhe ne mundësoj me agjëru këtë Ramazan. Inshallah në dimon Zotin në paq, jo e shnave, që tonë bota, bëhet të paq, nalën luftat, nalën këto hordhise që bëhen tash, edhe jeton tonë bota në paq, e ndiri, e në mirësi. E presim inshallah dhe Bajramin, edhe Ramazani tjetër inshallah shëndosh e mirë. Por ato janë pikpyetje për atë, derisa mundemi, e kemë me borsh mu mënua, me punua edhe për ahiret. Se Zoti Gjeleshanu thot, unë nuk i krijoa gjinët dhe njerëzit për tjetër përpoqë që të me adhurojnë, përpoqë që me bëjnë mua ibadet. Pra ajo është punë e madhe vllazër. Është punë e madhe me i bë Allahu Gjeleshanu me i bë ibadet. Tha që këto ditë është mirë ditë dhe hënën dhe tajten. Pse ato 2 ditë? Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, hënën dhe tajten i dorëzohen Zoti Gjeleshanu punë tona. Edhe thot pejgamberi, unë kam qejf me kanë agjërueshëm, kur punët e tona i dorëzohen Zotit me kanë i agjërueshëm. Është shumë mirë domethënë personi robi i Zotit kur agjëron dhe me lajset, mos harroni e dim se besimtarëm elhamdulillah.
krejt punë tona, me lagjet i shënojnë, i registrojnë, apo i incizojnë, sa ta kanë më të mirë, ka mera se që ka bo njeriu, edhe ja dorëzojnë Zotit, që këtë ka bo Ahmet Efendia, këtë ka bo Hasani, këtë ka bo Hyseni, që jetë e ti. Që ditë e ti, do me thënë, tonën dhe të ejtën. Për ata është mirë ato ditë kush ka mundësi, do me thënë, me regjërua. Ose preferoj gjithashtu, 3 ditë në muaj, edhe muaj tjerë, kush ka mundësi me agjërua? 3 ditë në muaj, është shumë se baposh, është shumë mirë, pësët organizmi, edhe ai që i agjëron ashtu, ai do me thonë, me siguri nuk priton me agjërua, se opsu organizmi i ti, edhe ma i shnosh, edhe se mos vishë që afiton, do me thonë, në qofë se mundet 3 ditë. Por atër thot pejgamberi sarësën, në qofë se njeriu i agjëron ato 3 ditë, atër ka mirë me agjërua ditë e barda, do me thonë, 13, 14, 15 ditë të kalendarit hijri. Ato janë ditë që janë pak organizmi njerit o ma i lodhën, që janë hane e plot, është hane e plot, ato ditë o shumë mirë me agjërua. E organizmi, Allahu Gjeleshon e din aty, organizmi o pak maj, njerit i vetin ma i lodhën pak, mirë po organizmi njeriu do me thonë pastrohet edhe fiton njeriu se vapë. Në qose nuk mundet ato ditë, ka mundësi edhe tjera ditë do me thonë. Ma se veç po këshyri që ka ma me rëndësi se për shosati se po shkon shpet. Këto ditëve, Allahu Gjeleshani i qonë me lasje dhe ulen në tokë, për me bathot. A ka dikush që lyp diçka për Zotit me falë gabimet? A ka dikush që janë gazet me dimu Zotit? Pra, e për ata duat mos i harroni, posa që vish do me thonë në mrami e vonë ose në njëserit. Kem probleme të gjithë, jem me hadhe, jem me shtesina, mirë po s'ka problem cilë Allahu Gjeleshan nuk mundet me krye. O problemi të na se na menojmë se dikush tjetër, vetëm Zoti hakë, mundet me na i krye problemet tona. E lusim për këti vendit të mamnoshëm, pra o Zot në dimoneve, kretë umetin, kretë botën, jep pash, jep të mira, nëllën këto hadhe probleme që i kanë njerëzit, ne jetoj mirë, po pak ja bëjmë shqyrin. Allah në dimufneve dhe kretë umetin prej mashikut magribi, inshallah.